Asnjëherë gjermanisht fëmija mi nuk flasin në shtëpi. Hajt për një vit 2 edhe që kishim marrë letrat, hajt për një vit 2 se s'doj më nej. U bëm 32 vite në hala atje. Interesant shumë, fëmijët e mi nuk kanë marrë diçka prej vendit ku kanë lindë. Interesant shumë është. Gjithmonë me idetë tona janë rritë. Nuk kanë diçka, s'muj me thonë gjermankë. Okej, nashta kanë najtë ciklim shumë të vogël, muj me dallu, po jo kështu me të madhe, ja. Unë jam shumë e kënaqur me fëmijët e mi. E flasin shqip, ata kur nuk flasin gjermanisht shpiteme. Nështë ndajherë ndaj fjali bashku aden, ama në shtëpi kur. Asnjëherë. Asnjëherë gjermanisht fëmija mi nuk flasin në shtëpi. Ani pse janë shkolluar edhe vazhdimisht. Edhe që janë shkolluar, janë lindë atje, janë shkolluar atje. Kjo është një arritur edhe për juve si prend. Ai kuptohet. Për shembull, tash kcimin që bëjnë fëmijët e mi, shqip, është për mohabit, edhe nuk i kam mësu, vetë janë kanë të interesume. Si kam qenë në shkollë shqipe. Edhe kanë pas edhe si orë plotësuese për muzikë, për kcime atje, se për ditat e që kena pas atje. Edhe kanë mësu edhe nashta dhe atje, edhe nashta dhe neve të na pa. Po mirë, unë jam shumë e lumtur me ta. E ki pas jetën dinamike ndër vite i da jetë në Gjermani? Dinamike, nështë fillimi ka qenë. Fillimi. Sa ishën të mitë e vogël, nuk jam adaptu me jetën atje. Gjumha, veni huj, nuk mundesh me adaptu ti. Nuk mundesh adaptu. Shumë është zarë. A varet se sa e ri shkon në një vend të huaj? Po, varet. Unë kam shku 25 vjeqe, po, shqa, Gjermani t'jep shumë drejt aty për me arrit. Tep mundësim maksimale. Po ti sa ki mundësi me ba. Na, gjenerata jonë e flasë. Kur kemi shkus, kemi këshyrë, hajtë për një vit 2, edhe që këshim marrë letrat, hajtë për një vit 2 se s'doj më nej. U bëm 32 vite në halatje. Dhe me thonë, na imi nisë me mendje mu këthy. Edhe hajtë, se s'na vynë gja, hajtë se s'na vynë gja. Këto na kanë betë. Ama unë kisha thonë, si qaja vajzë që t'vjen, ose djallë që t'vjen, Gjermani, njëherë gjuhen, me praktiku, tani punën, ose një konkurs për diçka me kry. Pa diçka ti nuk ki punë të rregull në Gjermani. S'ki ku hen, nuk të merë. S'të merë. Se ki nuk ta qeta i karikën ty. S'ndjesha si mirë se ardhë, realisht. Absolut. Sepse zgjedhja ka qenë fundja e ti, apo e saj që të shkojnë në një vend të huaj. Sigurisht. Ishte zgjedhja jonë. Okej, burri bani ato ndryshimet e fakultetit, mirë shumë, atë jetë si shumë mirë. Unë nuk bana ndryshime, se unë linda fëmi mas fëmi, dikur u daf kemi rritmin, me kujdes për fëmi, një qaj në qerdhe, 2 qaj në shkollë, shko merri, një u daf kemi marrë në shkollë, tjetër më shko me marrë në qerdhe, ti s'kishe kohë, ndoshta në mas 10 vite ose ma pak, kom fillu me punuane. Pas 10 vite? Po, me një orë caktum, nështë 3 orë në ditje. Edhe me nxes ata, kur nuk i kisha fëmi në shpe. Tani kom fillu me të madhe, kur kanë fillu fëmija me u rrit, me u vedisu, me dit me arë në shpe, me dit me qelë deren, me smu të rembë, se ti tutesh për fëmitanën kër jenë dikën një shtetit. Kosov ti nuk mush më tut. E na tut që shtë vetëna, e këna pas atë idenë që nuk banë me lanë fëmin vetëm. Du të më shku me marë shkollë, me qo dhe me marë. A i ndi që të mund në sigur të sarë kjo ardhë me fëmijë, sa do të vegjel që të kënë qenë ata në Kosovë? Po, gjithmonë e marrë dhe sigur, po, pa dyshim.